Marrëveshja për financimin vjetor për vitin 2026 përfaqëson një hap të rëndësishëm për Komitetin Paralimpik të Kosovës dhe për gjithë komunitetin e sportistëve me aftësi të kufizuara. Rritja e buxhetit këtë vit, si rezultat i mbështetjes nga Ministria e Sportit dhe e Rinisë, reflekton vlerësimin për punën dhe angazhimin ton dhe krijon kushte më të mira për zhvillimin e parasportit në Kosovë. Dua të shpreh falenderimin ton për Ministrinë e Sportit dhe Rinisë dhe për Ministrin Blerim Gashani, për mbështetjen dhe besimin që po jepet zhvillimit të parasportit në vend. Kjo marrëveshje dhe rritja e buxhetit kanë ndikim të drejtpërdrejtë në avancimin e lëvizjes paralimpike, duke mundësuar zgjerimin e aktiviteteve, forcimin e strukturave dhe krijimin e mundësive më konkrete për përfshirjen dhe zhvillimin e sportistëve me aftësi të kufizuara. Për të arritur rezultate konkrete, kjo mbështetje kërkon një angazhim më të madh dhe një orientim më të qartë nga federatat, të cilat po ashtu përfitojnë financimin nga Ministria, drejt zhvillimit të sportit garues dhe rritjes së pjesëmarrjes reale të sportistëve në gara ndërkombëtare. Është e rëndësishme që burimet dhe mbështetja ekzistuese të shfrytëzohen në mënyrë sa më efektive, me fokus në ndërtimin konkurrues dhe në arritjen e rezultateve të matshme. Si komitet, kemi intensifikuar angazhimin tonë, duke marrë një rol edhe më aktiv në mbështetjen e drejtpërdrejtë të sportistëve me qëllim që të sigurojmë pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare dhe të krijojmë mundësi reale për avancimin dhe përfaqësimin dinjitoz në Kosovë. Do të vazhdojmë të mbështesim pjesëmarrjen në gara ndërkombëtare, përfshir garat e ardhshme në Astana të Kazakistanit dhe në Nodvil të Zvicrës. Në Zvicër, për herë të parë, kemi përfaqësim në judo për të verbër me sportistin Ardian Sopa, si rezultat i një pune të përkushtuar nga Federata e të verbërve në identifikimin dhe zhvillimin e talentëve, ndërsa si komitet po ofrojmë mbështetje të drejtpërdrejtë për këtë përfaqësim, e mundësuar edhe përmes kësaj marrëveshje me Ministrinë. Me këtë rast, dua të falenderoj Federatën e të verbërve, në veçanti kryetarin Rinar Ymeri që kemi prezent dhe ekipin e tij për angazhimin dhe për kushtimin e treguar për këtë proces. Po ashtu, një fokus i veçantë mbetet në paraatletik, ku sportisti ynë që përfaqësoi Kosovën në lojrat paralimpike Paris 2024, djali i historisë Grevis Bytyqi, do të marrë pjesë në Grand Prix në Nodvil të Zvicrës, ku presim përmirësimin e rezultateve dhe arritjeve të normës, ndërsa si komitet po mbështesim aktivisht pjesëmarrjen në garat e tij, në përgatitjen. Do të mbështesim edhe sportistin Fatmir Sheremetin në triatlon, duke krijuar mundësi për përfaqësim dhe zhvillim në këtë disiplinë. Falenderojmë Federatën e Triatlonit dhe kryetarin zotin Naim Gashin për bashkëpunimin dhe mbështetjen në këtë drejtim. Po ashtu vlen të theksohet se gjatë viteve të fundit kemi punuar në mënyrë të vazhdueshme me disa federata, duke i mbështetur dhe zhvilluar ato deri në pikën që të sigurojmë mbështetje financiare nga Ministria e Sportit dhe Rinisë. Si Federata e Basketbollit në Karroca, Federata e Volejbollit ulur dhe Federata e Boqës. Angazhimi ynë do të vazhdoj edhe me federata tjera, të cilat, pavarësisht përpjekjeve tona të vazhdueshme, nuk kanë arritur ende të sigurojnë të njëjtin nivel mbështetje, gjë që edhe sot e njoftuam edhe Ministrin Blerim Gashani, ku tregoj gatishmërinë e tij me stafin që edhe këto federata do të mbështesin dhe uroj që të kenë këtë mbështetje në mënyrë që të sigurojnë dhe të jenë prezent aty ku talentet të identifikojnë në federatat përkatëse. Ju e dini çfarë kosto dhe nevojitet edhe në federata përkatëse. Do t'jemi edhe pranë tyre, duke punuar hap pas hapi dhe fuqizuar edhe për të sjellë në këtë nivel, në mënyrë që asnjë federat të mos mbetet prapa në zhvillimin e saj.
Prioriteti ynë mbetet ndërtimi dhe konsolidimi i një sistemi të qëndrueshëm të parasportit në Kosovë, i bazuar në identifikimin e hershëm të talentëve, rritjen e numrit të sportistëve aktiv dhe krijimin e rrugëve të qarta drejt sportit, garues dhe përfaqësimit ndërkombëtar. Fokusi ynë është në zhvillimin e strukturave funksionale të parasportit, në mbështetjen e drejt për drejt të sportistëve dhe në sigurimin e pjesëmarrjes së tyre në gara ndërkombëtare me synim arritjen e rezultateve dhe standardeve konkurruese. Një prioritet i veçantë mbetet edhe zgjerimi i bazës së sportistëve përmes përfshirjes më të madhe të rinjve, të djemve dhe vajzave në mënyrë që parasporti të ketë zhvillim të qëndrueshëm dhe të vazhdueshëm. Të gjitha këto përpjekje janë të orientuara drejt një qëllimi të përbashkët, ndërtimit të një lëvizje paralimpike, të konsoliduar, konkurencës dhe me standarde të larta që pozicionon Kosovën për te pjesëmarrjes drejt rezultateve konkrete në arenën ndërkombëtare. Ky vizion kërkon mbështetjen e vazhdueshme dhe bashkëpunim të ngushtë institucional dhe besojmë fuqishëm se me përkrajen e Ministrisë së Sportit dhe Rinisë do të arrijmë ta përkthejmë këtë angazhim në sukses të matshme, me synim të qartë drejt lojrave paralimpike Los Angeles 2028. Faleminderit për vëmendjen. Sot është me rëndësi edhe jo vetëm marrëveshja dhe rritja që e ka bo Ministria e Sportit edhe Rinisë në krye me Ministrin Zotri Blerim Gashanin, që e falenderojmë shumë për vlerësimin që na ka dhonë për punën e deri tashme, ku Komiteti Paralimpik në mënyrë të vazhdueshme ka punu për avokim, sensibilizim dhe pjesëmarrje në ndërkombëtarizimin e parasportit, ku kemi edhe raste konkrete, kemi gjatë Paralimpiadës Parizi 2024 para atleti ynë Grevis Bytyqi veç për herë të parë në historinë e Kosovës morë pjesë në Paralimpiadë dhe ky ka qenë një impuls edhe një rekomandim për parasportistët tjerë që nëse angazhohen do të mund të kyqen edhe të garojnë në garat ndërkombëtare. Kështu që sot prap ky parasportist me pëlqimin edhe me përzgjedhjen që ka bo Komisioni për Sport i Komitetit Paralimpik, bashkë edhe me 2 parasportista tjerë, janë shpresat tona paralimpike dhe Komiteti Paralimpik angazhohet që me këto 3 shpresa paralimpike të përfaqësohet në Paralimpiadën e ardhshme në Los Angeles. Kemi Grevis Bytyqi jo vetëm që ka marrë pjesë, po edhe sot e tutje gjatë majit do t'jetë pjesëmarrës në një turnir tjetër të madh ndërkombëtar në mënyrë që të përmirësoj rezultatet dhe të arrijë normen. Gjithashtu, Fatmir Sheremeti i inkurajuar nga përfaqësimi që ka bo zoti paratleti ma parshëm Grevis Bytyqi, në ka bashkue Lëvizjes Paralimpike të Kosovës dhe do të përgatitet për në garen e triatlonit, ku falenderojmë shumë Federatën e Triatlonit që ka bo përpjekje shumë të mëdha për licencimin edhe aktivizimin e Fatmir Sheremetit në mënyrë që ai të përgatitet për Paralimpiadën e ardhshme. Gjithashtu, edhe si që ceki edhe presidentja më parë, e falenderoj pikërisht Federatën e Sportit për të verbër që
është e vetmja federat parasportive në Kosovë që është e licencume, edhe kjo bën pjesë dhe garon në për kampionatet e ndryshme evropiane dhe botërore me 3 reprezentacione në golball, në futboll për të verbë edhe në shahun për të verbë, gjithashtu ka identifiku edhe judon ku në përgatitje e sipër edhe sfidat që i kalu për licencimin edhe klasifikimin e judistit ton, zotria Ardian Sope, i cili do të na përfaqësoj në turnirin ndërkombëtar Grand Prix që organizohet në Kazakistan. Këto janë, domethënë, arritjet që Komiteti Paralimpik do të vazhdon edhe ma tutje me identifikimin, edhe me programin gjithë përfshirja në edukim fizik, ku ka për qëllim edhe identifikimin e talentve të fillu prej fëminis, po edhe përgatitjen e mësimdhënësve të edukimit fizik që qysh në shkolla të punohet me fëmijë me aftësitë kufizume në mënyrë që të zbulojmë talent të ri. Faleminderit për vëmendje dhe njerë falenderojmë Ministrinë e Sportit edhe Rinisë, e pikërisht Ministrin Zoti Blerim Gashanin për përkrajen edhe vlerësimin që na ka dhonë për, edhe jam shumë i bindur që nuk do të zhgënjejmë vlerësimin e tyne. Faleminderit vëmendje. Fillimisht më lejoni që t'i përcjell për shëndetit e Ministrit Blerim Gashani. Na jemi të lumtur që sot jemi mbledh me nda të mira të cilat po vinë në fushën e sportit edhe po e ndajmë një zhvillim shumë të rëndësishëm për sportin në vendin tonë. Do me thonë, si që përmendi edhe presidentja, rritjen e buxhetit për Komitetin Paralimpik. Normalisht që u përmend që kjo rritje nuk është e rastësishme, është si rezultat i një qasje serioze edhe të qëndrueshme sa i përket Ministrisë Sportit edhe Rinisë ndaj parasportistëve tonë, por edhe një reflektim i drejt për drejt i punës së jashtëzakonshme që ka bërë Komiteti Paralimpik në organizim dhe fuqizimin e komunitetit. Na e kemi shumë qartë se parasportistët tonë nuk përfaqësojnë vetëm sukseset sportive, por edhe vlerat të jashtëzakonshme të qëndrueshmërisë dhe fuqizimit të komunitetit për kushtim dinjitet njerëzor. Na sot para ditëve që kemi pas edhe një takim ku e kemi nënshkruar memorandumin e bashkëpunimit dhe rritjes së buxhetit, edhe atë e kemi theksuar, por edhe sot këto përpara të gjithë juve, dua ta theksoj se federatat që veprojnë brenda Komitetit Paralimpik, siç edhe u përmendën, siç është Federata e Boçës, para volejbollit dhe para basketbollit, tashmë për 3 vite radhazi, ato financohen drejt për drejt nga Ministria e Sportit edhe e Rinisë. Vetëm gjatë vitit 2024, ne kemi ofruar mbështetje konkrete për pjesëmarrjen e sportistëve në gara ndërkombëtare, duke krijuar mundësi reale për përfaqësim dhe zhvillimin e sportistëve të vendit tonë. Por ambicia jonë këtu si ministri nuk përfundon dhe nuk ndalet me kaq, sepse ne tashmë e kemi vendosur si prioritet strategjik përgatitjen për lojrat paralimpike të vitit 2028 në Los Angeles, ku në këtë drejtim ne jemi duke hartuar një program të veçantë për mbështetjen e sportistëve, elitar dhe parasportistëve me fokus në rezultate konkrete dhe përfaqësim dinjitas ndërkombëtar. Po ashtu, ju informoj se jemi në proces të finalizimit të një rregulloreje të veçantë, akti veçantë, i cili e parasheh edhe ligji për mbështetjen financiare dhe të institucionale të sportistëve që marrin pjesë në kampionatin botëror, siç janë lojrat olimpike dhe kampionatet europiane. Kjo është një hap i rëndësishëm drejt ndërtimit të një sistemi me të qëndrueshëm dhe motivues për sportistët tanë. Të nderuar, rritja e buxhetit për Komitetin Olimpik është më shumë se sa një vendim financiar, është një deklaratë e qartë e vullnetit ton politik dhe atij institucional për barazi, përfshirje dhe mbështetje reale. Normalisht që na nuk kemi me undal këto, ne do të vazhdojmë të punojmë çdo ditë me sportistë pa dallim,
të kenë mundësi të arrijnë potencialet e tyre maksimal dhe të përfaqësojnë vendin tonë me krenari. Ashtu sikur tash e sa vite ne i kemi rezultatet e prekshme, i kemi faktike, sportistët tonë kanë arrit bashkë me rinin me thy barjera atu ku për shembull ndoshta as mekanizmat institucional nuk kanë arrit me dëpërtu. Jemi shumë të lumtur me sukseset të cilat i gëzojmë tash e sa vite, por padyshim që na nuk duhemi me u kënaq me kaq. Mbetet prej neve me i suportu edhe prej sportistëve me na sjell rezultate. Faleminderit.